Ambasadori i prezencës së OSBE-s në Shqipëri, Michel Taran, zhvilloi një vizitë zyrtare në RTSH Korça, u prit nga drejtori i institucionit Julian Napoloni dhe stafi i këtij institucioni mediatik. Gjatë takimit u diskutua mbi rolin e medias publike dhe rëndësinë e informimit profesional në nivel lokal. Ambasadori Taran vlerësoi punën e mediave lokale, duke theksuar se ato përfaqësojnë interesat e komunitetit dhe luajnë një rol të rëndësishëm në pasqyrimin e zhvillimeve dhe problematikave që prekin qytetarët. Mendoj që në Shqipëri, në Korçë si kudo, njerëzit, publiku e ka besim, e ka qejf mi shikuar programet lokale, sepse njohin gazetarët, e din që pikpamja e gazetarëve është pikpamja e tyre, interesat e gazetarëve lokal janë tamam interesat e tyre, dhe kudo, qoftë në Francë, qoftë në Shqipëri, qoftë në çdo vend, televizionet dhe radiot lokal luajnë një rol shumë të veçantë në fushën mediatike. Gjatë vizitës u diskutua gjithashtu për sfidat me të cilat përballet gazetaria lokale dhe rëndësinë e forcimit të standardeve profesionale në media. Vizita u mbyll me theksin të mbështetja që OSBE-ja vijon t'i japë zhvillimit të një gazetarie profesionale të pavarur dhe në shërbim të interesit publik.